أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالندريمة الأفدريمات إتاكوين vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe salamat I adrugojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqert besnik, dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese dhe ju që po na ndiqni, jemi në ligjëratën e tretë me radhë tek cikli I ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Konkretisht jemi edhe në natën apo në ditën e radhës të muajit të bekuar të Ramazanit. Jemi në emrin e radhës të Allahut Azza wa Jall, që realisht këta dy emra janë cekur njëri pas tjetrit në librin e Allahut Azza wa Jall dhe kemi vendosur që edhe ne mos t'i ndajmë ashtu si I ka cek Allahu Azza wa Jall, ashtu do t'i shpjegojmë. Është fjala për dy emra të tjerë të bukur të Allahut Azza wa Jall, emra shumë të njohur për juve agjëruese, emri Allahut El Hayy dhe emri Allahut El Qayyum. El Hayy është për qëllim I gjalli, edhe El Qayyum është për qëllim mbajtësi I gjithçkaje. Dietarët kanë thënë se këta dy emra të bukur të Allahut Azza wa Jall janë përmendur së bashku në Kur'anin famlar 3 herë. Pra, ndërsa janë përmendur ndarazi El Hayy 5 herë, kurse El Qayyum 3 herë. Emrat të cilët, do thotë këta dy emra, të cilët janë përmendur së bashku në Kur'an, janë përmendur në surën Al-Baqara, surën Ali Imran dhe surën Taha. Tha Allahu Azza wa Jall në ajetin 255 e surës Al-Baqara, ajetul Kursin, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut Azza wa Jall, I cili është I gjallë, I përjetshëm, mbajtësi I gjithçkaje Jalla Uala. Pastaj fjala Allahut Azza wa Jall në surën Ali Imran, fillimi I surës ajeti 2, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Pra, I njëjti kuptim si pjesa ajetit të parë. Dhe ajeti në surën Taha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, fytyrat do të përulen të gjallit, të përjetshmin, mbajtësit të çdo gjëje subhanahu wa ta'ala. Sura Taha, ajeti 111. El Hayyu do thot I gjalli, I përjetshmi. Kuptimi I këtij emri në aspektin gjuhësor, kanë thënë ulemaja, është për qëllim jetë, gjallëri, e cila është e kundërta e vdekjes, ndërsa sa I përket madhërisë së Allahut Azza wa Jall, emri Allahut El Hayy do thotë se Allahu është I gjallë, ka jetë, është I përhershëm, nuk ka vdekje as shkatrim, është I pafillim dhe I pambarim. Jeta dhe gjallëria e tij është absolute dhe është e patmeta subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ulemaja kanë thonë se El Hayyu është ai që nuk vdes kurrë, është ai I cili do thotë nuk shkatrohet dhe normalisht të gjitha zotrat të cilët I kanë adhuru idhujt dhe do t'i adhurojnë në vend të Allahut deri në gjykimit, pra ata janë që shkatrohen dhe kanë fundin e tyre. Andaj Allahu Azza wa Jall është I përhershëm, I përjetshëm, nuk vdes kurrë, nuk plaket, nuk shkatrohet lewala. Pra kjo është Zoti I çdo gjëje, që nuk ka Zot tjetër përveç Tij subhanahu wa ta'ala. Emri Allahut El Hayy vërteton edhe cilësinë e jetës së Allahut Azza wa Jall, që do thotë sifat dhatije, se Allahu ka jetë plot, pa fillim, pa mbarim, jetë së cilës nuk I përket asnjë mangësi e asnjë dobësi subhanahu wa ta'ala. Për arsye, Allahu është I denjë për adhurim, për madhrim, për lutje, edhe për gjërat e tjera të cilat I drejtohen atij krijesat, siç tha Allahu Azza wa Jall në surën Furqan, wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut, mbështetu në të gjallin, në të përjetshmin I cili nuk vdes kurrë. Andaj muslimani e di që ka një Zot I cili është I gjallë, I përjetshëm dhe normalisht është ai I cili nuk ka tmeta subhanahu wa ta'ala. Për atë arsye besimtari, pra
i mbështetet atij që është i gjallë, atij që ka jetë të plot, i cili është i përhershëm dhe din që vetëm atij duhet me u mbështet, e jo atyre krijesave të cilat krijesa harxhohen, vdesin, shkatërrohen, pavarësisht qofshin ato krijesa të gjalla apo të ngurtëta, të ngurta, siç tha Allahu Azza wa Jall, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo gjë që është në tokë do të zhduket e do të mbetet vetëm fytyra, qenia e Allahut Azza wa Jall, plot madhri dhe plot nderim subhanahu wa ta'ala. Jeta e Allahut Azza wa Jall nuk i ngjan as pak jetës e krijesave, pasi që kur e cekëm fjalën Allahu është i gjallë, do thotë ka jetë, mos të keq kuptohet, nga se cilësitë e Allahut nuk ngjasojnë as pak me të krijesave, nga se krijesat janë të dobta, Allahu është i plotfuqishëm. Andaj jeta e Zotit xhallahu ala nuk i ngjan as pak krijesave të jetës së krijesave të tij, pasi ajo jetë nuk ndryshon, nuk plakot, nuk harxhohet. Allahu nuk fle, Allahu nuk kotet, as nuk vjetrohet, as nuk lodhet, siç thot Allahu në surën Al-Baqara tek ajeti Kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allahu nuk e ka plan as lodhja e as gjumi. Pastaj alayhi salatu wassalam ka thonë në hadithin e vërtetë që ka thënë Imam Muslimi, inna Allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Allahu nuk fle dhe nuk i përket Allahut Azza wa Jall, por nuk është cilësi e lartë madhërisë e tij xhallahu ala që Allahu të fle. Kur muslimani e kupton se Allahu Azza wa Jall është i gjallë, me jetë përkryer dhe normalisht nuk vdes, nuk lodhet, nuk kotet, ai i drejtohet Zotit xhallahu ala për çdo lutje dhe për çdo kërjesë, nga se e din që e ka një Zot që nuk lodhet, nuk mërzitet, nuk kotet, e din që e ka një Zot që i dëgjon të gjitha lutjet e krijesave dhe ju përgjigjet për një herë. Andaj Zoti xhallahu ala në botën tjetër, xhenetlive të cilët e besojnë Allahun në këtë formë, ju jetë e përhershme dhe normalisht jetë e cila nuk ka plakje, nuk ka lodhje, nuk ka dëshpërim e as shkatrim. Për arsye Allahu azza wa tha, wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan, ndërsa jeta e botës tjetër, pra pikërisht është ajo jeta e vërtetë që Allahu azza wa jall e ka përgatitur për banorët e xhenetit. Andaj jeta e banorëve të xhenetit është jetë e një mend e plot, jetë e përhershme me gjitha të mirat, jetë e cilës ia jep këtë cilësi Allahu azza wa jall që ka kriju këtë xhenet. Andaj jeta e krijesave në këtë dunjë do thotë është jetë e mangët, kurse jeta reale është jeta e ahiretit. Por atë arsye njëri i mëshëm, muslimani i mëshëm, asnjëherë dhe kurr, pra nuk bëhet prej atyre, do thotë që lakmojnë ka kjo jetë e cila do thotë ka shtërim. Për atë arsye Allahu tha wa tawakkal al hayy alladhi la yamut, dhe mbështetu në Allahun azza wa jalla i cili është i gjallë edhe nuk vdes kur subhanahu wa taala, dhe kjo është prej sifateve, cilësive të Allahut azza wa jalla plota dhe është prej emrave të bukur subhanahu wa taala. Andaj Allahu azza wa jalla është i patmeta dhe ai ka cilësi të plota, cilësi të cilat do thotë nuk i ka askush prej krijesave të Allahut azza wa jall. Gjithashtu prej çështjeve që i kanë cek ulemaja, do thotë që Allahu azza wa jall është i plot në cilësitë e tij, është i patmeta dhe normalisht pejgamberi alayhi salatu wasalam ka bë dua me këtë emër të bukur të Allahut azza wa jall. Ka një hadith të vërtetë se i dërguari Allahut e ka dëgjuar një njeri duke bë dua dhe duke thonë, Allahumma inni as'aluka bi anna laka al-hamd la ilaha illa ant. O Allah, të los ty që ty takon i tërë lavdi dhe nuk ka të adhuruar me të drejtë post teje. Pastaj ja ka nisë me numëru, ja badi'u as-samawati wal ard, që ke shpik qejt dhe tokën, ya dhal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. O ti, ajo që po na intereson në lutje, o ti gjallë dhe që nuk vdes kurrë, i qëndrueshëm. Atë pejgamberi sa kur e dëgjoi këtë njeri duke bëu dua, tha laqad sa'alta Allah bi ismihi al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajab wa idha su'ila bihi uta. Tha ke lut Allahun azza me emrin e tij më të madh, që me këtë emër nëse bëhet në lutje, Allahu i përgjigjet, e nëse bëhet në kërkesë, Allahu ja jep. Hadithi është i vërtet, do thot hadithi i cili na flet për këtë cilësi
madhështore të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj emri i Allahut azza wa jall El-Qayyum, dhe thot mbajtësi i gjithçkaje. El-Qayyum në aspektin gjuhësor, kanë thënë ulemaja, rrjedh nga folja qama yaqumu qiyaman, që do thot vendosmëri. Dhe normalisht vjen edhe në kuptimin të kujdesesh për gjithçka, mbarvajtje, do thot të rregullohet gjithçka. Gjithashtu prej gjërave që i kanë cek ulemaja kanë thonë se i përket kuptimit të Allahut El-Qayyum, se i përket madhërisë së Allahut azza wa jalla, thot mbarvajtësi, mbrojtësi i gjithçkaje që ekziston, mbajtësi xhelalu ala. Allahu shndron vetvetiu, pa pasur nevojë për askënd, dhe çdo gjë qëndron me të. E varur është prej tij dhe çdo gjë ka nevojë për Allahun subhanahu wa ta'ala. El-Qayyum, ka thonë ulemaja, përpos se është emri i bukur i Allahut azza wa jalla, është edhe cilësia e Zotit xhelalu ala, ka sa Allahu azza wa jalla e ka cilësu vetën e tij me këtë cilësi në Kur'anin famlar, edhe ka cilësu atë pejgamberi alayhi salatu wasalam. El-Qayyum është i përhershmi i cili përkujdeset për krijesat, i rregullon dhe i ruan ato. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, emri Allahut azza wa jall El-Qayyum do thot ai që nuk zhduket kurrë, nuk i paraqitet ndonjë mangësi, është i plot dhe normalisht është i përhershëm subhanahu wa ta'ala. Nga ky emër kanë thënë ulemaja kuptojmë dy gjëra. E para është pavarësinë e Allahut nga çdo krijesë tjetër, sepse Allahu shndron vetvetiu, nuk ka nevojë për të tjerët. Allahu azza wa jalla tha: "Ya ayuha an-nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid." O ju njerëz, jeni të varfër për Allahun azza wa jall, do thotë keni nevojë për Zotin, Allahu s'ka nevojë për asgjë dhe është i denjë për çdo lavd. Ka në hadith kutsi se Allahu azza wa jall ka thonë: "Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." O ju robët e mi, ju nuk do të arrini të më bëni mua dëm, ashtu sikurse nuk do të arrini të më bëni mua dobi. Hadithin e transmeton Imam Muslimi dhe hadithi është kutsi. Dhe Allahu azza wa jall është i pavarur për krijesat e tij dhe nuk ka nevojë për asgjë. Zoti xhelalu ala El-Qayyum është dirigjues dhe mbarvajtës dhe kujdeset për çdo gjë. Allahu i mban gjërat dhe i dirigjon ato. Allahu jep risk, jep dhe vdekje krijesave të tij. Krijesat kanë nevojë për Allahun azza wa jall. Ato nuk kanë mundësi të qëndrojnë fare pa Zotin xhelalu ala, pa ndihmën e tij dhe pa fuqinë e Allahut azza wa jall. Këta dy emra të bukur janë prej emrave që përmbledhin dhe përfshin kuptimin e emrave të bukur të Allahut azza wa jall. Dhe të gjitha cilësitë dhe sifatet e Allahut, edhe emrat e Allahut, kthehen te kuptimi i këtyre dy emrave. El Hayyu, i gjalli, përmbledh cilësi që kanë të bëjnë me qenien e Allahut azza wa jall, që i thuhet në shariatin islam sifat dhatije. Sifat do thot cilësi personale dhe cilësi do thot ef'al dhatije, siç janë dëgjimi, dituria e Allahut azza wa jall, dora e tij. Të gjitha këto kthehen tek emri i Allahut El Hayyu, i gjalli. Nëse emri El Qayyum, mbajtësi i gjithçkaje, përmbledh cilësitë e veprimit, pra el ef'al fi'liye, siç është krijimi, furnizimi, risku, ngjallja, vdekja e krijesave dhe të gjitha cilësitë tjera të ngjashme kthehen tek emri i Allahut i bukur El Qayyum, mbajtësi i gjithçkaje. Dietarët kanë thonë që El Hayyu është përmbledhës i cilësive personale, sifat dhatije të Allahut, ndërsa emri El Qayyum është përmbledhës i të gjitha cilësive, sifat fi'liye, vepruese të Allahut azza wa jall. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam shpeshherë kur ka pas brenga, gajle të mëdha, ka bo dua me këta dy emra, nga se këta dy emra kur përdoren së bashku për lutje kanë efekt të madh dhe ndikojnë në përgjigjen e lutjes. Alayhi salatu wasalam bënte dua sipas asaj që ka transmetuar Imam Hakimi në Musnadin e tij, dhe hadithi është i vërtetë: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. O i gjallë, o i përjetshëm, o mbajtës i gjithçkaje, me mëshirën tënde kërkoj ndihmën tënde. Gjithashtu, duaja me këta dy emra të bukur ka efektin e madh në pranimin e istighfarit nga ana e Allahut azza wa jall, ka efekte të mëdha në fshirjen e mëkateve. Në hadithin e Abdullah ibn Mas'udit ka ardhur se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë:
من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. Kush thot astaghfirullah العظيم, që nuk ka zot dhe nuk ka zot tjetër përveç Allahut azza wa jall, ai është I gjallë I përjetshëm, mbajtësi I gjithçkaje dhe tek ai pendohem. 3 herë thot këtë dua, I falë gjunat e tij edhe nëse ka ikur nga fronti, do thot I betejës edhe fronti I luftës. Hadithin e ka transmetuar Imam Hakimi në Mustadrekun e tij dhe e ka saksu Sheikh Albani. Andaj njohja këtyre dy emrave të bukur të Allahut azza wa jall dhe puna me të ka rëndësi të madhe në jetën e besimtarit, agjëruesit dhe agjëruesit, ka rëndësi të madhe në imanin e tyre dhe ka rëndësi të madhe kur ata I mbështeten Allahut, I lutën Allahut azza wa jall, Allahu azza wa jall u jep begatit dhe u jep mirësitë nëse ata I përdorin këta emra dhe bojnë dua te Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu prej duave që ka bërë pejgamberi alayhis salam që ka regjistruar këtë dua Imam Muslimi, Allahumma laka aslamtu wa bika amant, o Allah tek ti u ktheva, ty të dorëzova, ty të besova, wa alayka tawakkalt, edhe tek ti do thot u mbështeta. Dhe pastaj pjesa e duas antal hayy alladhi la yamut wal insu wal jinnu yamutun, do thot një pjesë e duas brenda kësaj duaje, tha ti je I gjallë që nuk vdes kurrë, ndërsa xhinët edhe njerëzit vdesin. Andaj lën gjurmë. Pra këto dua, do thot nëse muslimani lutet me këtë dua, duke e përmend Allahun azza wa jall, lutet pra me këta dy emra dhe normalisht është mirë që në dua do thot me I bashku këta dy emra të Allahut azza wa jall, pra Allahu është el-Hayy, është I gjallë, është el-Qayyum dhe normalisht është I qëndrueshëm dhe asnjë nuk plaket, nuk lodhet, nuk zhduket, nuk kotet Allahu azza wa jall. Për arsye duhet ti mbështesmi Allahut azza wa jall dhe të lusmi ata, nga se Zoti xhela wala thot në surën Ghafir ayati 65, wal hayyu la ilaha illa hu fad'uhu mukhlisina lahu ad-din alhamdulillahi rabbil alamin. Është Allahu azza wa jall që është I gjallë, nuk ka tjetër zot tjetër përveç tij. Luteni Allahun nga thellësia e zemrës me sinqeritet. Falënderimi I takon Allahut azza wa jall, Zotit të gjitha botrave, tha Zoti xhela wala në ajetin që e lexuam. Andaj duhet ta lusmi, do thot Allahun azza wa jall me këta dy emra të bukur dhe normalisht nuk duhet të hutohemi edhe të thojmë që e lutë Allahun por ai s'mo përgjigj, nga se do thot e kemi një Zot I cili do thot është Hayy, është I gjallë, el-Qayyum, do thot dhe nuk zhduket asnjëherë. Andaj duhet me lutë Allahun azza wa jall dhe duhet me njoft Allahun azza wa jall me këta dy emra, ashtu siç Zoti xhela wala ka thënë wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Zoti juaj është një dhe normalisht nuk ka zot tjetër përveç tij. Ai është gjithëmëshirshëm dhe normalisht është mëshiruesi subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu besimtari duhet që këtë emër të Allahut azza wa jall ta jetësoj në jetën e tij të përditshme, të mbështetet Allahut azza wa jall, të jetoj me këtë emër dhe të mos largohet as pak nga këta dy emra të bukur të Allahut azza wa jall. Muslimani kur mëshirohet me këta dy emra, ai e fiton dashurinë e Allahut dhe normalisht e falënderon Allahun vazhdimisht dhe e madhron Zotin xhelle wala. Andaj Allahu azza wa jall është ai I cili I jep jetë krijesave, është ai I cili do thot I jep shpirt krijesave, është ai I cili do thot I jep jetë atyre që kanë menduar që nuk ka do thot jetë dhe kanë menduar që I kanë humb shpresat për jetë. Kjo është Zoti xhelle wala. Andaj duhet ta duam Allahun azza wa jall, duhet ta njohim atë, ta vrejmë se sa të varfër jemi karshi Zotit xhelle wala. Lutem Allahun që të mësojmë këta emra, të fiksojmë Allahut se ai është I gjallë, ai është do thotë që nuk zhduket asnjëherë, është Zoti I cili do thotë din çdo gjë dhe atij nuk I ikë dhe nuk I fshihet asgjë. Në takimin e ardhshëm ju dëshiroj agjerim të lehtë edhe të pranuar. Mbetemi me shpresën e Allahun që na pranojë punët e mira në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Inshallah në ligjëratën e ardhshme do të vim prapë me një emër të bukur të ri të Allahut azza wa jall tek cikli I ligjëratave emrat e bukur Zotit xhella wala. Në takimin e ardhshëm walhamdulillahi rabbil alamin.